Banorët e lagjës Iliria paralajmërojnë protesta nëse bashkia nuk do të ndërhyjë në përmirësimin e kushteve në të cilat ata jetojnë. Banorët shprehen se prej 25 vite shtëpinë ujë në lumin Buna, ndërsa kushtet ekstreme në të cilat jetojnë rrezikojnë çdo ditë jetën e tyre. Ata kërkojnë nga bashkia të marrë masa të menjëhershme, pasi në të kundër do të bllokojnë rrugën. Ujë me pi nuk kena pim ujë bunet. Qysh me enver ogjës, ne pim ujë bunet. As një bashki nuk vjen i tu me na vure se qaq kushtet kena na këtu. Kanalizimet janë ne për në asfalt qikullojnë. Nas kena as bajo, as kanalizime, as i gjo. Ta me bëjmë rrugën i tu. Ose ta me bëjmë rrugën i tu, se tu kena fit vesh i tu. Po, ta bëjmë një drejtësi po këtën. Do bëjmë një drejtësi. Do bëjmë një drejtësi po, në bëjmë kanalizimet. Dhe po të për ujtë pishën. Bun më treme. Në bun kam vujtu batje, edhe kam me 6 fëmijë, me veti 6 si pi ujë, me pompë. E pi ujë bunet. Me komunizmin. E dej sot që jena matana u që vjetër, ashtë si ka kënë, shpjerë pa banushme, shpjerë pa ujë, pa bajo. Banorët thonë se bashkia Shkodër kujtohet veç në fushata elektorale. Bashkia ne nuk ka ardhë në njerë këtu me i pasë ku jetojmë na. Kur vinë votat, motër, vetën kur vinë votat, para votave na vinë, edhe na marrin me të mira, votoni për ne se ju bajmë uje, kanalizime, rrugullojme ju bajmë. Edhe pse shumë pranë qytetit të Shkodrës, kjo lagje është lënë në arrest të plot nga pushteti vendor. I vetmi interesim për ta dhe premtime pafund mbahen në fushata zgjedhore, duke kërkuar në këmbim votën e tyre. E më pas gjithçka rinis nga e para, përsërisht të pi gati të rënuara, mungesë ujë të pishëm, ujëra të zeza mbi sipërfaqe dhe plera gjithandej është realiteti jetesës së banorëve të kësaj lagje në çdo cep të saj.